Quhem Elicion Dina, jam 20 vjeç, kam mbaruar gjimnazin, jam regjistruar te kursi hoteleri turizmit të projektit Rise Up për të mësuar më shumë për hotelerin dhe restorantin. Quhem Fatime Dauti, vi nga fshati Ogren, regjistrova në kursin e hotelerisë për të mësuar më shumë mbi shtëpitë pritëse. Gjatë këto 3 muajve të kursit, kam mësuar më shumë mbi hotelet, mbi strukturat e ndryshme të hoteleve, dhe gjëja që më ka bërë shumë përshtypje është aktiviteti që krijuam neve kërkim në tradit për të promovuar ushqimet e zonës Përmetit. Gjatë këtyre 3 muajve të kursit, kam mësuar shumë gjëra mbi shtëpitë pritëse, por më shumë më ndihmoi vizita që bëm në Rumani, ku i pam nga afër ato që kemi mësuar në kurs. Gjendja e shërbimeve turistike në Përmet ka filluar të ndryshojë, po duhet punuar më shumë për të arritur një standard të duhur, pasi zona e Përmetit ka shumë burime natyrore dhe shumë vende që mund të vizitohen. Vizita studimore në Rumani më ka lënë shumë bresa të bukura. Atje mësuam se si funksiononin shtëpitë pritëse, se si njerëzit atje i prisnin turistët dhe si shtëpitë e vjetra i restauronin dhe i kthenin në shtëpi pritëse. Vizita studimore në Rumani ishte një eksperiencë e bukur. Aty pam nga afër funksionimin e shtëpive pritëse, bashkëpunimin e njerëzve ose banorëve me njëri tjetrin, pam ruajtjen e traditës së tyre. Në përfundim të kursit, mendoj se do kem mësuar shumë mbi hotelerin dhe restorantin dhe kam dëshirë që shtëpinë time që kam në fshatin Leus ta kthej në shtëpi pritëse. Dëshira ime në përfundim të kursit është shtëpinë time në Ogren ta kthej në një shtëpi pritëse për turistë.